Habit mjeku, ja sa arra duhet hani në ditë sipas moshës. Arrat janë të shëndetshme për organizmin, por nëse e teproni do të përballeni me dhimbje koke, fryrje stomaku dhe diarre. Konsumi i tepërt i arrave në periudha afatgjate mund t'ju shëndosh, thonë ekspertët. Sipas të dhënave bazuar në studimet e nutricionistëve, racioni ideal ditore i arrave është rreth 28 gram, nga 5 deri në 8 kokra arra, varet nga mallësia e tyre. Ekspertët tregojnë se përfshirja e duhur e arrave në dietën tuaj do të luajë një rol fantastik në marrjen e elementeve ushqyes dhe në shëndetin e kujtesës dhe të organizmit. Por nëse e teproni me arrat, atëherë mund të keni edhe shtim të peshës, dhimbje të forta të kokës dhe reagime të alergjive. Sipas ekspertëve, 5 deri në 8 kokra arra, pavarësisht nga mosha që mund të keni, mund të jenë përzgjedhja më e mirë e duhur ushqyese për ju. Nëse doni të merrni më shumë vlerat e tyre, i lini në ujë një natë përpara dhe më pas i konsumoni për të patur një tretje më të lehtë.